Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 23. Data 23 gusht 2026. Kemi një dikim shumë të madh planetar, një ditë shumë e rëndësishme astrologjike, sepse dielli zhvendoset nga Luani në Virgjëresh. Dhe kjo në orën 4:19 minuta në orën tonë, me këtë hyrje atmosfera ndryshon. Ndjeshëm nga zjarri, krimtaria, dukshmëria dhe zemra e Luanit kalon tek toka. Detaj, puna, shëndeti, rutina, analiza, rregulli, përmirësimi, prakticiteti i Virgjëreshës. Pas një periudhe shumë të fortë eklipseve në Luan, ku egoja, dashuria dhe skena ishin në qendër, tani jeta kërkon rregull konkret. Dielli në Virgjëresh na thot, nuk mjafton të duam diçka, duhet ta organizojmë. Nuk mjafton të shprehemi, duhet të përmirësojmë. Nuk mjafton të kemi ide, por ajo çka lidhet, duhet të kemi metodë. Ky kalim është shumë i rëndësishëm për punën, për ekonominë dhe të rëndësishme gjithashtu në përditshmërinë tonë, për dokumentacione, shërbime, detaje, çdo gjë që kërkon rend dhe stabilizim. Nëse gjatë sezonit të Luanit kemi parë që çfarë do zemra gjatë sezonit të Virgjëreshës, shohim çfarë duhet të bërë në praktik. Më të ndikuar janë shenjat e tokës, nuk diskutohet, por dhe shenjat e tjera që do të thotë Virgjëresha, peshqit, binjakët, shigjetari, sidomos të ditëçit parë. Fillimisht ata që kanë shenjat të ndryshme ose në krahun tjetër. Duke pasur parasysh, për Virgjëreshën hapet një periudhë e re me fokus në identitet, pamje dhe vendime. Për peshqit aktivizohet marrëdhëniet, partneritetet, kontratat. Për binjakët, shtëpia dhe familja kërkojnë vëmendje. Për shigjetarin, karriera dhe statuti bëhet ndikim favorit. Ky kalim është mbështetës për shenjat e tokës, Demi, Virgjëresha dhe Bricjapi, sidomos të ditëçit parë, sepse sjellin stabilitet, organizim dhe mundësi praktike. Shenjat e ujit, Gaforja, Akrepi dhe Peshqit mund të përdorin për ndikim dhe stabilizim qetësi, marrëdhënie të qarta dhe rregullim gjendjes emocionale përmes veprimeve konkrete. Një pikë shumë e rëndësishme është se dielli në fillim të Virgjëreshës krijon një atmosferë shumë praktike, ideale me Kiron në retrograd, në dem, sepse të dy ndodhen në shenjën toke. Në fillim të shenjave, kjo favorizon shërimin praktik dhe jo vetëm. Kujdes dhe në ndikimet që ka të bëjnë me punën tuaj, me karrierën tuaj, sepse prej këtë ditëçi parë, do thosha unë, shenjës së tokës dhe të ujit, por për çështjet e praktikave dhe ndryshimeve të mëdha, ka të bëjnë shumë me përmirësimin dhe ndryshimin e madh që vjen në këtë aspekt. Por gjithsesi, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me karrierën, do thosha unë, në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Por gjithsesi, kjo periudhë është mjaft e ndjeshme për sa i përket çështjeve, për sa i përket energjisë, për sa i përket seriozitetit dhe mundësive të arta që vijnë. Nuk diskutohet, nuk vjen dyshim për arsye të punës, për arsye të disa çështjeve madhore që kanë të bëjnë në anën e biznesit dhe të karrierës, por edhe të ndryshimeve të tjera që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ekonominë, lidhje me stabilizime, lidhje me ndryshime të njëpasnjëshme, do të keni këto mundësi ju, po bëni pa kujdes sepse ka ndryshime të papritura kur kemi diellin në shenjë toke ose aktivitete planetare, siç është hënë plot, hënë re, në shenjë toke është pak me sybet, se ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë. Para se të fillojmë bashkimin e dy shenjave zodiakale, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni nëse jeni në një dëshironi një parashikim të detajuar